Një person që shumë brengoset, ai në realitet nuk ka besim të fortë tek Zoti. Prandaj, për t'i larguar brengat e tona dhe mendimet tona negative, duhet gjithmonë të punojmë duke mos e shgënyer veten me mendime të kota se kjo punë nuk është e mirë apo tjetra është më e mirë. Sepse perfeksionimi, apo si themi përsosja në një vepër apo në tek ti nuk ekziston. Të përsosur njerëz nuk ekzistojnë. Prandaj, për t'i larguar brengat, për të i dhënë vetes shpresë, ti puno aq sa mundesh. Sot, nëse i ke ranuar supet e tua me shumë brenga, mundohu në mëngjes, jo të fillosh nga puna më e lehtë, e cila nuk të randon, po fillo të punosh nga puna më e rëndë. Kështu që nëse e keni punë shumë të vështirë për vete, ato filloje që nga fillimi i ditës, sepse nëse i lëm punët e rënda në fund të ditës, atëherë mo nuk kemi energji. Pra nuk kemi punë produktive. Prandaj në mëngjes kryej punët që nuk presin. Enët pa i la, pa e pastru kuzhinën, dhomën e gjumit, diçka tjetër, ato presin. Por ka disa punë që nuk presin. Prandaj shkarkoj brengat nga supet e tua, njëherë duke i largu punët e rënda. E pastaj punët e vogla vetiu ato kryhen dal nga dal. Por njeriu që nuk beson te Zoti, ai e ka të mushun veten e vet me mendime negative, me brenga, sepse nuk i mbështetet Zotit. E Zoti ç'a thot? Nëse ti je aq i fort, aq mundesh ti, ku jam unë? Prandaj Zoti thot, nëse nuk e doni mbështetjen time, do t'i keni të randuara supet e juaja dhe do të lodheni shumë, sepse nuk e doni ndihmën e Zotit. Mirë po, për ta pasur ndihmën e Zotit, çdo mëngjes thuani, kul bismillah, la hawla wala quwwata illa billah, tawakkaltu ala Allah. Thuaj o Iqballe, thuaj bismillah në emër të Zotit. Nuk ka forcë dhe fuqi më të madhe se të Zotit. Prandaj unë i mbështetem vetëm Zotit, Allahut. Kështu pra, fillojmë ditën duke i shkarku brengat e tona, punë tona të mëdha e të vogla kryhen vetë. Mos harroni, bëni share, bëni like, dërgojeni dikujt që ka këto probleme.